Kryetari i Komunës së Vrapçishtit Isen Shabani ka promovuar përfundimin e punimeve për asfaltimin e rrugës në lagjen Potok të Vrapçishtit, një investim i rëndësishëm për përmirësimin e infrastrukturës lokale dhe lehtësimin e qarkullimit për banorët. Ai tha se ky projekt është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm për modernizimin e rrugëve në të gjithë vendbanimet e komunës, duke krijuar kushte më të mira për jetesë dhe zhvillim. Sot bashkërisht me partnerët e koalicionit, njëkohësisht edhe kryetarin e Këshillit bashk dhe sekretarin e komunës, bashkërisht sot ndjekim punimet, të cilët janë më në fazën përfundimtare, ku me çështjen e asfaltimit kemi mbaruar, ka ngelur çështja e trotuareve në afat prej 10 ditësh, besojmë që do të mbarojmë edhe me trotuaret dhe sinjalizimin. Gjatësia është 325 metre, kurse gjerësia është 5.5, me gjitha standardet, cilë parashien për një rrugë lokale dhe pjesët të cilët ne kemi intervenuar para projektit të asfaltimit është se kemi mbaruar edhe me çështjen e kanalizimit dhe ujësjellsin, komplet kanalizim Rjeti i Ri, ujësjellës Rjeti i Ri dhe tani nuk diskutohet që do të kemi edhe sinjalizimin që përmenda edhe më herët horizontal dhe vertikal. Dhe si në vazhdimsi që kemi folur, gradualisht ne kemi filluar me transformimin e komunës nga komunë rurale në ato urbane. Në ndërkohë, ai paralemroi fillimin e 4 projekteve të tjera gjatë javës së ardhshme, të cilat janë pjesë e 11 projekteve të parapara për këtë vit. Ne tani kemi 11 projekte të cilat ne i kemi kontraktuar, për shkak të kohës e cila nuk ka qenë e volishme për punët të cilët parashihen punën ndërtimore. Ne nga këto ditë kemi filluar intensivisht, do të kemi edhe 4 projekte që do të fillojnë njëkohësisht javën e ardhshme që vjen. Dhe në kontinuitet do t'i kemi gjatë vitit 2026 të 11 projekte do të mbarojnë, ashtu siç edhe i kemi kontraktuar në afat deri me 31 dhjetor 2026 të jenë të gjitha përmbjellura. Edhe sekretari gjenerali i komunës Erdal Ahmeti tha se pas përfundimit të këtyre procedurave do të vazhdohet me fazën e dytë të projektit, e cila përfshin rikonstruimin e mëtejshëm të së njëjtës rrugë, si dhe punimet infrastrukturore në aksin nga Xhamia deri tek Varrezat. Ndryshe, kryetari Shabani theksoi se investimet në infrastrukturë do të vazhdojnë me intensitet të shtuar, duke garantuar realizimin e projekteve të planifikuara për këtë vit. Ai nënvizoi se përmes këtyre ndërhyrjeve konkrete, Komuna e Vrapçishtit synon të përmirësojë cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe të krijojë kushte më të mira për zhvillim të qëndrueshëm në të gjitha vendbanimet.